Po në Tiranë, udhëheqësi socialist Fatos Nano u takua sot me kryetarin socialist Edi Rama në përpjekje për të siguruar mbështetjen e opozitës për kandidimin e tij në postin e presidentit të ri të vendit. Pas një bisede të gjatë, zoti Nano duket se nuk ka marrë asnjë premtim konkret nga socialistët, të cilët përmes një deklarate saktësuan më pas se janë të interesuar për një proces sa më gjithëpërfshirës për zgjedhjen e presidentit dhe se në funksion të kësaj, kryetari Rama do të ndërmarrë takime me të gjitha forcat parlamentare. Që për javës së kaluar, zoti Nano ka filluar një tur takimesh me drejtuesit e partive parlamentare shqiptare. Nga Tirana njofton korrespondenti ynë atje, Armand Mero. Në 2007 ish lideri socialist Fatos Nano shkelte për herë të parë që pas dorëheqjes së tij në selinë e Partisë Socialiste për të kërkuar mbështetjen e saj për të zgjedhur presidenti i vendit. Në atë kohë ai do dilte perandej pas një shpresë dhe me një pamje të ngrysur. Dhe do ta merrej duke i dhënë më pas mbështetje shumicës për zgjedhjen e zotit Bamir Topi. 5 vjet më vonë, në rrethana politike të ndryshme, ndoshta disi më të favorshme, zoti Nano u rikthye sot në selinë e Partisë Socialiste, po me të njëjtin qëllim, kandidatimin për kreun e shtetit. Pas një bisede të gjatë afër 2 orë, ai u përcoll deri në hollin kryesor nga kryetari socialist Rama. Dhe vlerësoi sidomos faktin që me një proces që do të vazhdojë, është e dobishme të vlerësohet roli i pazëvendësueshëm i Partisë Socialiste të Shqipërisë si forca kryesore e opozitës në përballimin pozitiv të detyrave të integrimit dhe në përmirësimin e klimës politike në Shqipëri. Ashtu siç e pritej takimi sotëm nuk mund të kishte ndonjë rezultat konkret. Ky produkt nuk mund të jetë ende në xhepin e askujt, në rast se nuk u shërben të gjithëve dhe një klime politike që do t'i bënte shumë mirë vendit përpara se të arrinim në procedurat e raundeve të njëpasnjëshme. Nga ana e saj, Partia Socialiste më njëherë pas takimit shpërndau një deklaratë në të cilën saktësonte se është angazhuar për një proces ku të gjitha palët parlamentare të përfshihen në një dialog konstruktiv për një president që të ketë votat jo vetëm të një pale. Forca kryesore e opozitës ka njoftuar se kryetari i saj do të aktivizohet për të komunikuar drejt për drejt me palët e tjera parlamentare pa dallim. Në mbrëmjen socialistët mbledhin grupin e tyre parlamentar ku pasi zoti Rama të informoi për takimin e sotëm, do të debatohet edhe për qëndrimin që do të mbahet lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit. Socialistët nuk e kanë mbyllur derën zotit Nano, por duket se ashtu siç ka thënë dhe më parë zoti Rama nuk do të jenë ata që do ta propozojnë një udhëheqësin e tyre. Dhe nëse zoti Nano do të mund të marrë dhe mbështetje nga e djathta, me shumë gjasa mbështetja socialiste këtë herë nuk do të mungojë. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.